Bashkia e Shkodër ka nisur një aksion pastrimi në kolektorët e unazës perëndimore të qytetit. Përgjegjësi i sektorit të ujitjes Muhamet Muça bëri të ditur se ndërhyrja është përqendruar në hapjen dhe pastrimin e 4 kolektorëve nga zona Xhabies deri në fund të lagjes Dobraç. Këto kolektorë sipas Muçës nuk ishin pastruar asnjëherë më parë, çka ka krijuar probleme të vazhdueshme në evadimin e ujrave të bardha, veçanërisht gjatë muajve të dimrit me rreshje të dendura shiu. Para disa ditësh ne pastruam kolektorin të pjesa mas prokurorisë, që kap linjën e ujrave të bardha të pjesës të Xhabiejve dhe deri në Parruc. Sot po punojmë këtu në pjesën e kolektorit, që ka pjesën e notë dhe pothuajse pjesën më të madhe të qytetit të unaza perëndimore, plotësisht unaza perëndimore. Kjo është veçantë sepse është një kanal i cili pothuajse nuk është pastruar ndonjëherë, me që këtu ka shëndet 70 vjeçare. Në këtë kuadër puna po vazhdon me ritme të kënaqshme. Është një fakt që në këtë periudhë është periudha edhe më e mirë për pastrimin e këtij, pasi ujrat kanë ra, edhe do kalojmë edhe sipër pjesës të unazës perëndimore, pasi duke pastruar edhe pjesën sipër deri te pjesa e familjes dhe unaza e vogël e qytetit, ne do i bëjmë një shtrim jashtëzakonshëm pjesës të qytetit Shkodër. Ndërhyrja aktuale synon zgjidhjen përfundimtare të situatës duke përmirësuar sistemin e kullimit për një pjesë të qytetit. Njëkohësisht, po vijohet me hapjen dhe pastrimin e kanaleve kulluese në disa njësi administrative me qëllim përmirësimin e infrastrukturës ujitëse dhe mbështetjen e sektorit të bujqësisë. Këto ndërhyrje janë pjesë e një programi më të gjerë për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe zhvillimin e sektorit bujqësor në territorin e bashkisë, thuhet në njoftimin e shpërndar për mediat nga zyra shtypit të bashkisë.